Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhur falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Adhurullazër dhe motra, sonte me takimin e radhës dhe nga takimi i kaluar kemi filluar me të trajtuar surën Ar-Rahman. Kemi thënë se kjo surë madhështore që ka zbrit në Mekë sipas mendimit më të saktë të dietarëve, flet për Allahun Azza wa Jall, flet për madhështinë e Zotit, flet për pushtetin e Tij, për pasurinë e Tij, flet për shpërblimin që ai jep po edhe dënimin. Dhe është interesant që në kuptimin e Rahman është përmendur ndoshta në format ndoshta më të frikshme, edhe është prezantuar në format më të frikshme edhe dënimi në xhehenem. Edhe kjo ka kuptimin e vet që do ta shërojmë inshallah kur të vijë koha për këtë tek ajetet e këtij kuptimi. Kemi thënë se Allahu Azza wa Jall në surën Rahman në fillim ka përmendur bazat e rëndësishme për i ka duhet me unis rrugtimin i çdo njeriu për ta kuptuar jetën e tij, veten edhe krejt që e rrethon. Allahu te baraka ve taala këtu ka bërë radhitët begative. Dhe kur i ka radhit Allahu begatit, ka filluar spari me Kur'anin, pastaj me krijimin e njeriut. Për të treguar se e para është qëllim, ndërsa e dyta është mjet. Pasimi i Kur'anit dhe mësimi i Kur'anit dhe tetuarit me Kur'an është qëllimi. Dhe për ta realizuar kësht, Allahu ka krijuar njeriu. Prandaj krijimi është mjeti i adhurimit, e jo e kundërta. Disa njerëz krejt angazhimi i tyre dhe qëllimi i jetës është ekzistenca, aspekti material, ndërsa Allahu xhallahu bën radhitët e kundërt. Dhe për të treguar Allahu xhallahu ala se si funksionon sistemi që respekton urnët e Allahut Azza wa Jall, na ka përmendur edhe shembull nga kosmosi, duke përmendur diellin, hanën, yjet, madje edhe dronjt e bimën tokë që të gjitha i bindin Allahut Azza wa Jall, dhe se gjithçka lëviz dhe qarkullon me caktimin e Allahut te bareke ve taala. Ndërsa rregullimin e tokës brenda dhe lëvizjen e njeriu brenda kësaj toke, Allahu ja dha njeriu në kompetencë. Brenda kufizimeve të caktuar normal dhe me përgjegjësi të caktuara. Dhe çfarë bën njeriu? Padyshim se e prishi peshorën, që Allahu e zbritin tokë që njerëzit me to të matin gjërat si duhet. Dhe gjitha këtu Allahu i dha si begati dhe si mirësi. Prandaj edhe kjo sure është shpalosje e mirësive dhe begative nga njëra anë, por është edhe një ballafaqim i vazhdueshëm i njeriut me një refren të vazhduar ajeteve ku Allahu xhallahu ala në vazhdimsi e ballafaqon njeriu me këtë përgjithësi, fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. A thua vallë, cilën begati të Allahut ju e kontestoni, ju e përgënjeshtroni. Realisht, cila është e begati që domthon është arsye për ta mohuar Allahun Azza wa Jall. Allahu po ju prezanton begatit, begatia e Kur'anit, begatia e krijimit, allamahu al-bayan, e ka mësuar njeriu me kuptu, e me fol, e me u shpreh. Dhe këtu Allahu ja dha njeriu e shumë të tjera. Dielli që lëviz në bazë të stacioneve të caktuar dhe përcaktimit të caktuar, edhe hana, edhe yjet e gjitha. Këtu pastaj tutje, cila është e begati, ma zgjidh një thuj e kjo është shkak pse s'besojnë ty. Që është goditje e madhe. Kjo është ballafaqim me një realitet që njeriu do me ikë vazhdimsi nga ky realitet. Dhe Allahu xhallahu për këtë arsye e përmend në vazhdimsi këtë ajet fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ka në dysi, domthon për shkak sikurse ka thënë dietarët, ose është për qëllim domthon edhe besimtar dhe jo besimtari, ose është për qëllim dhe kjo është më afërt për shkak se është përmend edhe lloji i gjinëve këtu,
si krijesa të ngarkuara me përgjithësi, madje i dërguari alayhi sallam reagimin e gjinëve besimtar e ka lavdruar dhe e ka sjellë si shembull si duhet me reagu besimtari në këtë pyetje që e ka bërë Allahu te bareke ve taala. A dhe kemi ardhur kjo febi ayi alay rabbikuma tukadhiban. Kjo është e para në surën Rahman ku kemi arrit ne. E kemi thënë se 31 herë brenda surës përmendet febi ayi alay rabbikuma tukadhiban. Përsëritja e këtij ajeti gjatë surës të Nur ka ngjall debat tek dietarët. A thu vallë është e njëjtë me porosi dhe mesazh apo dallon pas çdo ajeti? Disa dietarë kanë thënë se Allahu xhallahu subhanahu ar-Rahman ka përmend begatit, ka përmend fillimin e njeriu dhe fundin e tij. Ka përmend Allahu begatit që ja ka dhënë njeriu brenda këtyre dy pikave. Ka përmend edhe, domethënë, shpërblimin që Allah jep, dënimin, krejt çka ka të bëjë me njerin. Prandaj me çka të bëjë me njerin në mënyrë të përgjithshme dhe është një shpalosje e rrugtimit të tij nga fillimi deri në fund, Allahu xhallahu në vazhdimsi ja rikujton përgjithësi. Kimi dhonë llogari, prandaj cila është begati që të ka penguar, cila është begati që ti për shkak se ke më unë. Domthon është e njëjta, por që përsëritet me karakter të rikujtimit edhe qortimit vazhdueshëm. Asnjëri ka nevojë, për shkak se njeriu të ndërozë habitet e kap gafleti si pasojë negative, mirësive, arritjeve të tij. Keni pa njëri për shembull kur fillon me arrit diçka në jetë, fillon me harru mbi çfarë baze e ka ndërtuar arritjen. I harron ndoshta prindët e vet, mësuesin e vet, kush i parë që ka thonë, do sa më nal shkon fillon me u shkut nga baza. Edhe fillon me menu që domthon unë edhe arritja, s'ka diçka në të. Kështu të është njëri atë. Andaj e harron edhe Allahun te barekuhu teala. Prandaj Allahu xhallahu ala në vazhdimsi e rikujton se kjo është begati e Allahut, e cilin begatit ashti për shembull e ke marrë si arsye për me mohu Allahun te barekuhu teala. Cila është e begati që ta lejon apo ta justifikon, domethënë pavarësinë nga Allahu te barekuhu teala. Me cilën begati? Cila zgjidhni një begati në jetën tonë, trupin tonë, thotë ç'kjo begati që më bën me kuptu mua se nuk ka Zot. Ç'kjo mirësi është për shembull e mjaftueshme me kuptuar nëse nuk duhet Allahun madhruar. Cila është? Apo është një përsëritje e vazhdueshme e këtij ajeti për ta godit në vazhdimsi zemrën e përgjumur, zemrën e smur, madje edhe të vdekur për ta ringjall përmes përmendjes së Allahut dhe përmes së begative. Kjo është mendim. Nëse një mendim i dietarëve thotë se përmendja e këtij ajeti në vazhdimsi në surën Rahman është i ndërlidh me çdo ajet paraprak. Nuk është përsëritje. Nuk është përsëritje. Allahu përmend një begati dhe pastaj e pason me këtë thirrje vetëdijsuese. Dhe kjo thirrje vetëdijsuese secila ka kuptimin e vet në raport me begatin që përmendet. Andaj edhe kur kanë ardhur tek ajetet e dënimit, na kuptojmë për shembull ajetet e krijimit, ajetet e shpëlimit, që përmend fe bi ayi ala i rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi të Allahut, domthon ju pa merrni si arsye për të mohuar, kjo është domthon e kuptueshme dhe është e qartë tek ajetet e begatisë e mirësisë. Mirë, po kur Allah përmend xhenemin e djegën, çfarë kuptimi ka pasojë me thon fe bi ayi ala i rabbikuma tukadhiban? Ka kuptim shumë thellë dhe shumë të rëndësishëm, ndoshta më të thellë se te këtë pjesë e tjera të surës Ar-Rahman. Andaj mendoj që ky mendim mund të jetë më i parafort për faktin se çdo begati kërkon një përgjigje të veçantë, kërkon një reagim të posaçëm. Edhe pikërisht ky është edhe Allahu lëmë dhe qëllimi i surës. Pas kësaj Allahu xhallahu vazhdon tash me përmendje begative dhe përmendje ose begatia radhës është Allahu thot khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kthehet Allahu xhallahu prapë te çështja e krijimit. Krijimi përmend në fillim atje të ndrozur. Khalaqal insan, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Atë është përmend njeriu, krijimi i njeriu në fillim. I gjithëmshirshëm që ja mësoi Kur'anin dhe e krijoi insanin, e krijoi njeriu. Tash pas disa ajeteve shumë shkurt, 4-5 ajete,
rikthimi prap te krijimi e ka domethënë në vet. E para të ndrozër përmendja e krijimit në fillim të surës është në kontekst të domethënë begatisë dhe epërsisë. Don Allahu xhallahu ala ka krijuar shumë krijesa. Po ka filluar që të flet së pari khalaqal insan. Për të treguar se krijimi i njeriu është specifik, është i veçantë, dallon në aspektin e respektit, në aspektin e pozitës dhe epërsisë. Dhe tashmë rikthimi i temës së krijimit të ndërlozur pas disa jetëve nuk është më me aspektin e domthonë epërsisë edhe vlerësimit edhe respektit, por të përgjithësisë. Domthonë tash, e kuptoi se Allahu gjithë e ka krijuar dhe gjitha këtu i ka bërë në shërbim të njerëzit, tash fillon përgjithësia. Dhe kjo është logjika e zakonshme që e kuptojmë nga shumë ajete. Gjithmonë Allahu azza wa jall përmend begatin, pastaj kërkon që ti përgjigjesh begatisë me në shërbim dhe për ulje. Apo, sikur se Allahu xhallahu ka thënë për Mariamën, ja Mariamu, inna Allah stafaki wa tahharaki. Allahu të ka përzgjedhur, të ka pastruar, apo të ka ngrit mbi gratë. Çka bëj pastaj? Ja Mariamu knuti li rabbike wasjudi. O Mariam tash ti qëndro gjatë në këmbë, adhuro Allahun, bosej dhe për ulje kështu më radhë. Ai gjithmonë ka dhënje dhe nga dhënja kërkohet edhe pastaj kthimi. Dhe kjo na vëdison që të jemi të kujdesshëm në raport me dijen që po e marrim, begati që Allah po na jep, mirësi që Allah po na mundson e kështu me radhë. E Surja Ar-Rahman ti përmend begatit, por jo në aspektin e llastimit, për gdheljes, por vëdisimit për përgjegjësinë që kiti karshi begative të caktuara që Allahu po flet për to. Prandaj përmendja e krijimit këtu është fillimisht për ta vëdësuar njeriu se ai ka përgjegjësi karshi begative që ai i gëzon. Çështja kjo që po e dyta të ndërlozur tash Allahu te bareku teala pas të ajeteve vazhdon me tregu se çka ka nënshtruar për njeriu. Çka ka nënshtruar për njeriu. Mirë po, njeriu për t'i kuptu këto begati që është duhet, fillimisht duhet munis ka vetja ati. Se njeriu është i krijuar. Dhe kemi thënë të ndërlozur se jo rastësisht, tashmë shumë herë shpjegimet moderne për njeriun ose ikin tentojnë që ta evitojnë maksimum fjalën krijim. Nga se krijimi realisht sill pyetje të shumta pastaj, ngris shumë dilema. E për t'i fikë këto dilema dhe për t'i pyetjeve të tilla shumë për ta provokative, atëherë eliminohet çështja e krijimit apo. Dhe fatkeqësisht tash çështja e krijimit zëvendësohet me diçka shumë absurde, të pa kuptim, madje ende të pasqaruar dhe madje të pa argumentuar si duhet me standardet e pranuara shkencore. Një lloj evoluimi i njeriu që ka shumë zbrastina. Do një distancë marrëmendse kohore që brenda saj ka aq shumë zbrastina të pashpjegueshme me premtim se do shpjegohen, do i gjejmë dhe kanë kaluar shekuj ende nuk është shpjeguar asgjë nga kjo dhe gjithmonë domethënë mbetet padyshim të ndërozur ajo që e ka thënë Zoti e vërteta dhe e duhura. Pra ikja nga krijimi nuk është vetëm një ikje nga një për shembull shpjegim fetar, pse feja thotë çështu. Sa çështu ata. Por ikje nga komplet një çështje ndryshe për njeriu. Me ç'është i krijuar, kush e krijoi? Ai që krijoi, kush ai? Pse e krijoi? Ka pyetje. Prandaj Allahu te barekuta shpesh herë domthon përmend njeriu nga kjo pikë e krijimit, që ta rikthon në origjinë kur ai e hub rrugën gjatë rrugtimit të tij në jetën e kësaj bote. Ktheu në origjinë, i krijuari, atje e kupton dobësinë tënde, atje e kupton se domthon je i varur, atje e kupton domthon kush je, prejardhën tënde dhe gjitha pastaj arsyet për arrogancë, për pavarësi, për mendjemallësi, për rebelim, gjitha këto fikën dhe bin, s'ka arsye, nuk qëndrojnë. Për shkak se gjitha këto krijimi i eliminon. Dhe Allahu xhallahu këtu përmend edhe domthon një nga fazat e krijimit, min salsalin kal fakhar. Salsal është një zhurmë, kur godet diçka që lëshon një zhurmë tingull, ç'kjo salsal. Fakhar është një, domthon, ka kaluar për faza, një nga fazat e krijimit njeriu është edhe, domthon dheu, balta është
kur ti shoh zjarrin dhe pjekët, bëhet sikur se vorba, ato ent që janë të dheut që pastaj mundesh me gatun tu, a ke pa, është e fortë. Nëse tërket te e shon një zë. E një nga faza i ka qenë në këtë fazë. Don kur pastaj edhe ai ka ardhur shpirti njeriu. Andaj Allahu thënë, ja çka ke qenë ti. Gjitha këto faza të formësimit tënd, nga grumbullimi i dheut e deri te formësimi, e deri te ky, domethënë dhe i pjekur edhe i fortë, i trash, deri te ky e te shpirti, realisht ku ke qenë ti? Në cilën fazë të këtij procesi ti ke pas ndikim apo ke pas realisht vëmendje se çka po ndodh. Ti s'ke ditë kur gjë. Madje edhe Allahu sikur se kemi komentuar te surja El-Insani ka thënë lut, hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. A ku tani një kokur s'ka qenë fare asgjë, kurrë i pa përmendur, s'ka qenë fare në agjend, as kurkush s'ka qenë fare. Kush ka sjell në dunjë dhe kush ka bë autoritet? Ke mund me qenë një krijesë e rëndom të zakonshme. Për shembull të ndrozur. A dim fillimin e ndonjë kafshë që ka filluar procesi? S'dim apo. E ka krijuar Allahu xhallahu ala. Nuk dim për shembull çka ka ndodhur, pse ka ndodhur. Shikoj njeriu për shembull me çfarë mas pari respekti fillon veç diskutimi për kim njeriu apo. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Unë do të vendosë në tokë një khalife. Apo pastaj me lajke Allah kështu, Allah ka këthy kështu, pastaj ka radhemi, sa me lajke kanë marrë pjesë në mbledhjen e dheut, e në formësimin e gjitha këto në mbikëqyrjen e Allahut azza xal, pastaj Allahu xal loja shpirtin nga vetja e tij e kështu me radhë. Cila është krijesa që dihen detalet për krijimin dhe gëzon respekt kaq të madh para krijimit, gjatë krijimit dhe pas krijimit si njëri, nuk ka atë. Pra e të ndërgozër, verzioni kuranor për njeriu, verzioni vetëm që garanton respekt për njerin, që nga krijimi deri tek përfundimi i jetës së tij apo. Shikona me çka e fillojmë rrëfimin për njeriu. Pastaj gjatë rritjes ka respekt, edhe në fund kur vdes, nuk ka shpirt, ka respekt, nuk e hudhim, nuk shkelim mbi të, respekt pastrohet, mbështillet, parfymoset, falin burrat namazin apo e xhenazës, pastaj me respektin maksimal vorroset e kështu me radhë për treguar se Islami ka me e nderu njeriu, jo me e nequa dhe me përbuz. Prandaj, ku fillon respekt njeriu? Fillon atëherë kur ti edhe se i krijuar nga Allahu te barekuhu teala. Ku fillon përbuzja njeriu? Atëherë kur ti realisht je pjesë e një hallë të panjohur, realisht një proces i rastësishëm ku fare s'ka dhe as me respektin, as fare dallimi të veçantë që ti ki të bëjsh me dikon para teje apo dikon pas teje. Tash, cili ofron respekt? Cili edukon që njeriu me e dash tjetrin, me respektu, me rujt, e cili e konsideron si një komponim biologjik dhe kimik që realisht s'ka ndonjë vlerë të caktuar, mirë po duhet që njeriu të ushqehet me epsh maksimalisht që ta gëzon këtë dunjë dhe në fund pastaj bëhet një dhej që shpërbëhet ajo pjesa e tij biologjike dhe kimike dhe merr fund gjithçka. A o çky njeriu? A o çky respekta? Ndë Allahu tha, khalaqal insana min salsal, ka dhe me qka është detajet. Dhe këto detajet thashën të përmendur edhe në periudat e formimit. Në mbledhja e dheu, si kështë të thash, pastaj dheu, pastaj balta, pastaj përgjigja me ujë, pastaj gjitha këto diri tek ky proces që e ka përmendur Allahu xhallahu ala këtu. Prandaj përmendja e kësaj gjithashtu krahas të parë që përmenda të përgjithësisht është edhe për të treguar njeriu se ti ke rol. Gjithë ky proces, gjithë ky shpjegim, s'është sa për të rrëfyer diçka po për treguar se nuk ke rastësisht ndonjë. Ti ke qëllim, ti ke rol. Prandaj nga këtu fillon interesimi i njeriu për rolin e tij, për qëllimin e tij, për synimet e tij në jetën e kësaj dhunjaje. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Edhe Allahu përmend se e ka krijuar edhe xhenet, krijesa pos njerëzve, i ka krijuar edhe xhenet, domethënë min marijin min nar. Marij është përzierje, domethënë që Allahu përmend një pjesë të caktuar të zjarrit. Është zjarri dhe flaka sipër. Ke po kur dhe zjarr poshtë, po tani ai duke u formsuar, në shkon duke u ngrit nalt. Pjesa e sipër është një përzierje ngjyrash, pak në verdh, pak në kuqe kështu me radhë. Edhe zakonisht e pjesa e fundit nuk qet tim atë. Zjarri fillim disa ditë qet tim, e pjesa e fundit nuk ka tim pastaj. E nga kjo pjesa që nuk qet tim, edhe është flaka, jo zjarri, janë krijuar xhenet atë.
Dhe këtu Allahu tregon edhe fuqinë e Allahut azza xal. I gjithëmshirshme që shikoni çfarë fuqie ka Allahu te bareku teala. Krijon nga çka don, nga dheu e bën çfanjeri, nga zjarri bën për shembull xhenet, nga drita bën me lajket. Domthon nga uji krijon gjithçka. Nga gjitha këto të vëllezër besimtar lexon madhështinë e Allahut, madhërimin e Allahut te bareku teala. Dhe kur madhërimi i Allahut përzihet apo me begatit që Allah i përmend, kjo shton edhe dashnin, por edhe shton për ulën dhe Allahut te bareku teala dhe kjo është qëllimi i surës Ar-Rahman. E Allahu pastaj tha, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban." Pra përsitet ajo që e cika merr, andaj cilën dhunti të Zotit tuaj ju po e mohoni. Përthimi është kështu, por dua ta kuptoj gjithmonë se Allahu po i bën pyetje njëri e cila apo. Tash nëse e merrni parasysh sikur thash krijimin e njeriu, cila pjesë e krijimit realisht po ju bën që me mohu Allahun te bareku teala. Krijimi i njeriu, studimi i njeriu të rrozë, s'po flas për xhenet, janë të padukshëm, nuk i dimë në ata, apo. Po flasim për njerëzit. Cila pjesë e njeriu të rrozë realisht është arsye për me mohu Allahun te bareku teala, cila? Syni, truni, veshi, goja, gjuha, dhëmbët, gishta, thonjët, mos tas për pjesë të brendshme, cila pjesë? Sa më tepër po studiuat njeriu, po mahnitën studiuesit, po habitën, nga mrekullia e krijimit të Allahut te bareku teala në njeriu apo. Andaj të rrozë, kjo thirrje është thirrje serioze. Njerëz nuk duhet më anashru këtë thirrje se kanë mëllon llogari për këtë thirrje. Si janë përgjigj? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Cila begati? Ne themi sikurse kanë thënë vëllezërit tonë gjin, asnjë begati jote Allah nuk na bën më të mohu ty. Begatia tuaj na bën me dash ty edhe me të adhuru ty, edhe me të njoft ty, jo kundër ta. Na kështu do të më përgjigj. Në çdo pyetje që Allah thot përgjigja tjetër, s'po them gojarisht, se nuk është sunet, po s'po zemra jote, mendja jote të përgjigjse ju asnjë begati. Përkundazi o Zoti jon, çdo begatia jote, edhe krijimi jon, edhe gjithçka që ekziston, na thret që me dash ty, na thret që me të njoft ty, na thret që me të madhnu ty dhe jo e kundërta. Pastaj të vëllezër, Allahu thot Rabbul mashriqaini wa Rabbul maghribain. Nga krijimi, nga fillimi, tash Allahu ka lënë në një dimension tjetër. Domthonë duke na prezantuar kush është Allahu te bareku teala. Kush është Allahu te bareku teala. Domthonë e përmend atë krijimi, të ndërrozën se Allahu xhallahu kur na përmend se jemi të krijuar, realisht nën kuptohen shumë pyetje. Jo që ne i formulojmë këto pyetje të nën kuptuara, jo për këtë. Po nën kuptohen pyetje që i ka përmend Allahu pastaj në vende të tjera në Kur'an dhe shërimet në vende të tjera në Kur'an. Kush është pa krijuesi? Pse na krijoi? Çka pas krijimit? E kështu me radhë. Dhe tash e kemi thënë në shumë vende të tjera. Allahu te bareku teala nga kujdesi për njeriu, gjithmonë sa e thret njeriu të pozicionohet si duhet në raport me Zotin, ja dëshmon se kjo është pozita jote. Për shembull, cila është pozita në raport me Allahun te bareku teala? Ne jemi të krijuar. Do na është krijuesi. Ajo është i gjithdijshmi, ne jemi të padijshmit, ne mësojmë mbi dietën. Ajo është i gjithfuqishmi, ne jemi të dobtit. Që kjo është ajo që funksionon nga pika e krijimit e tutje deri te niveli i adhurimit ndaj Allahut te bareku teala. E tash Allahu krahas mjafton kjo. Po krahas domthon dëshmisë se sa i dijshëm është, sa i fuqishëm është, sa i urtë është Allahu te bareku teala, sa i drejtë është përmes krijimit, tash fillon me shpalos edhe nga po them pasuria e tij dhe pushteti i tij edhe krijesa të tjera. Rabbul mashriqaini wa Rabbul maghribain. Këtu ka përmend Allahu te bareku teala prapë në dysi, Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy perëndimeve. E pse këtu dy lindjeve dhe dy perëndimeve të vëllezër? Sa lindje sa perëndime? Ka në Kur'an Rabbul mashriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Zoti i lindjes dhe perëndimit. Dhe çka ka mësinë? Një, apo. Pastaj Rabbul mashariqi wa Rabbul magharib. Zoti i lindjeve dhe Zoti i perëndimeve. Nuk ka njëjës, ka dysi dhe ka shumës. Në Rahman ka ardhur në dysi. A ka kundërshtim apo si është shpjegimi i kësaj? Jo, s'ka kundërshtim të nësë, absolutisht. Kur Allahu thot Rabbul mashriqi wal maghrib, Zoti i lindjes dhe i perëndimit, flet në aspekt të pushtetit.
edhe lindja dhe perëndimi janë tjetër. Apo. Ndërsa kur flet tash në dyshitën e shumës, kur flet në dyshitën e shumës, Allahu te barekuta tash flet për te pushtetit. Tash flet edhe për domthon kujdesin, edhe flet Allahu për mbikëqyrjen, edhe flet për disiplinën. S'ma pse, gazet të rrozë dielli çdo ditë lind nga pozicioni i caktuar. A lind dielli çdo ditë njëjtë? Po jo, se sabon e folim gjithmonë më përpara, apo, ose më vonë. Verës apo shkon duke lëvizur nga pika e caktuar në pikë caktuar deri të arrijë fundin. Pastaj fillon me lëvizje në pozicionin tjetër. Në çdo ditë dielli ndron pozicion. Ndrimi i pozicioneve që është për 365 ditë apo që ndron këtë stint dhe bëhet një vit, kjo është lëvizja diellore rreth tokës, çka nuk kupton? Këtu janë shumës, çdo lindje 365, janë shumës lindje, 365 perëndime ndryshme, a janë shumës po. Ande Rabbul Mashariki o Rabbul Magharibi. Çdo ditë dielli që lind nga pozicioni i caktuar dhe perëndon në pozicion të caktuar, çdo ditë lëviz me çka me lejen Allahu te barekuta. Çdo ditë. Sot për shkak betejë, sot ja ka mujt, nesër se ngan ja, sa kështu. Ja, dielli është i disiplinuar. Me Allahu paraqet që ka çfarë krijesë madhështore, e cila me precizitet dhe disiplinë dhe nënshkrim të plot i bindet përcaktimit kohor të Allahut te barekuta për të mirën e kujt. Njerit. Para mendoni për shembull me lind dielli ditë për nga një pozicion. A kishte me pas dimën, verë, natë, kishte më çrregullu kosmosi. Ande Allahu po thotë shikoni jo njerëz, çfarë krijesë madhështore, domthonë e kom fut në binar të caktuar, lëviz me caktimin e Allahu xhallora, pa në kundërshtu asër Allahu xhallora për të mirën e juaj që ju të faleni. Dielli ta ka dhënë kohën e ti se respekton kohën. Për shembull, dielli pse lëviz në këtë aspekt? Allahu ka mundë bëni lëvizje. U kry. Apo. Po jo që si Allahu thot li ta'lamu adad as-sinina wal hisab, që të numëroni vitet, të keni mundësi me llogarit kohrat, të keni mundësi me llogarit stinët, e kështu me radhë për të mirën e juaj është. Ai lëviz stopë. Sa ju bën përshtypje ndryshimi për shembulli i kohës. Për njerëzit, a keni pa me sa normalitet na musliman e marrin për shembull ndryshimin e lindjes diellit apo. Diu ku 2 minuta apo ma herët, sot 2 minuta më vonë, nesër 2 minuta më vonë, shkon duke kushtu. Ç'ky ndryshimi i lindjes, atë bën përshtypje. Allah, e pse s'është njëjtë? E pse po shkon tu kështu? Pse pas shkon duke u paku, e kështu me radhë. Kush e menaxhon? Allahu te barekuta. Pse? Që ti me ditë kur me fal sabon, deri kur sabon. Për ty e ka bëu Allahu azza xhala. Dhe për treguar Allahu ty o njëri se shiko shembull po cilë Allahu nga kosmosi, nga lartësia, që ti e sheh mëngjes e mbrëmje apo para perëndimit e sheh një krijesë se çka do të thonë, çetën pasojat pozitive të ndërtimit të Allahut te barekuta. Nga njerëz për shembull bin thjesht, thotë çfarë ka për shembull, çfarë ka dobi me qenë musliman. Çfarë ka dobi me një Kur'an apo? Se në çfarë dillen ato? Dilli. Kujt i porullet ato? Me udhëzimet e kujt vepron dielli? Te Allahu azza xal. Pastaj hana si lëviz e kështu me radhë. Kjo është Masharikul Magharib. Ndërsa këtu Rabbul Mashriqain wal Maghribain është se dielli, sikur thash, fillon me lind nga një pikë, pastaj lëviz deri në një pikë. I ka 2 pika. Lindja i ka 2 pika, fillestare dhe përfundimtare. Pastaj prap kthehet në pikën fillestare apo. Edhe perëndimi ka çashtu. Unë keni po, për shembull, kur arrin namazi sabahut mas heri me kon që në ditë të qershorit, apo fund tani çka bën, fillon me u kry deri sa të vijë koha e vjeshtës apo ose dimnit në pikën më të vëndshme të lindjes. Pastaj çka ndodh? Rikthehet prap njëjtin rrugë bën. 20 minuta, shkon duke u paksuar njëjtën kohë. Që të njëjtën ditë, njëjtën orar ka qenë lindja e diellit. Për shembull, para 50 vjetë të nëzër, sabah me 10 qershor, sa ora u kon, një sikur se sa do. Është mastore kjo punë. S'ka as nuk lëviz fare hiç, s'ka as një minutë nuk lëviz. Është precizet hatashëm i madh. E me që është lindje nga një pikë të një pikë, Rabbul Mashriqaini, nga një pikë të një pikë, da jënë 2.
Apo, Zoti i dy lindjeve, do fillestar dhe përfundimtare. O Rabbul Maghribejni, gjithashtu Zoti i perëndimit fillestar dhe perëndimit përfundimtar. Përfundon atje, pastaj rikthehet prapë në pikën fillestare, që kështu prej që ka kriju Allahu te bartara, dielli s'lodhet kurr. As të mërzit, as të në të kuptim, jëmë plëkshtu, s'po më duket interesant, s'penimu, s'peprejtoj, këta dhuremi, s'ka dielli, s'ka të shopta. A i bindë Allahu të azogjelët, i bindë ta, sa i është krijes, që kjo është Rabbul Mashriqaini wal Maghribain. Që një me marë mësim nga madhështia e kësaj lëvizje, këti procesit të kujdesit, që Allahu kujdesit për njeriun, që njeriu të mi dërhu mesazhe qarta, apo e një Allahun përmes kësaj që Allah ka shpërndarë në kosmos. Pa e në të nërvozër, e kemi thënë sërë dhe do të përsëritim edhe gjatë Surës Rahman shpeshara. Na duhet më mësu që madhështinë e Allahut, diturinë e Allahut, rahmetin e Allahut, bujarinë e Allahut, e gjitha ato që kanë me emrat e Allahut, e cilësitë e Allahut, t'i shohim praktikisht në atë që Allah ka krijuar. Atë që Allah ka krijuar. Na në dunja Allah s'mundë me e pa. Apo? As nuk e dim, për shembull, realisht çysh është rahmeti i Allahut. Realisht e dim, nuk e dim. I pa e shohim si manifestohet, po e shohim që kjo është ajo që duhet t'ju. Ta shoh çysh manifestohet. Ti a din çfarë di Allahut? Ku e dim në Allah. Shumë, nëse ka thonë hedhin me musë, në e se unë e ti dim sa një gjilpër, ndeti, sa ujë merë, qash dimën te pe i dje sa, epse kjo është shumë simbolike, as kaç nuk dim. Njerëz më dishëm, prej më dishëm me tu, çka dim na? Andaj, Allahu Gjallahu na prezent bazat vazhdueshme na prezenton kush është Allahu te bartër. Ta njohim Allahun përmes Kuranit, por ta njohim Allahun edhe përmes veteve tona, trupit ton, shëndetit ton, përmes asaj që shohim në natyrë, në kosmos, e kudo që sillemi, ta shohim fuqinë e Allahut Azza wa Jall, ta shohim bukurinë e krijimtarisë Allahut te bartala, përsosmërinë, caktimin e saktë të Allahu Xhallahu Ala e kështu me radhë. Prandaj sura Rahman është sura vetëdijsuese, sikur se kemi thënë, që realisht të tërhiq nga fundrinat e mohimit, e rebelimit në elegancën e besimit dhe adhurimit. Se veç një njeri, me të vërtetë që ka vrojtim elegant, që ka vetdije të ngjallur, ka mundësi të me i vrojtu këtë mi pa kështu. Njerëz që nga fila, hanë buk, del, kryjnë punë tjera, alin dilja, ndrën, nga sa punë e madhe i fare këtë se ka mërzi. Kjo është realisht pastaj një rënje në nivelin e të qendrës njëri fatkeqësisht apo. Pastaj Allah tha fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Çfarë begati edhe këtë për shembull. A keni vërejtje në këtë ecje për shembull, do të thonë, në këtë zgjidhje keni? Në këtë për shembull, dielli kur të afrohet, apo kur të afrohet, çka ndodh? Nxehti, kur largohet bëhet dimja apo. Shikoj çfarë kujdesi apo. Edhe afrimi i tij është preciz, se po të afrohet më shumë, shikoj, deri sa afrohet edhe bëhet në 40. Më afro pak më shumë, bëhet 70. Ana, kush e duron? Ose bëhet edhe 120, vlen gjithçka që ka në tokë apo. S'ka jetë më këto. Sa i duhet më afro? Nështë edhe pak veç. Allah edhe mjavë, deri këto. Nga se duhesh me qenë lehtësim për optimi, jo vërtetësim. E largan, derisa bëhet ftaf mjaftueshëm, ama jo që të ngrim. Nga se para më largu pak më tepër, çka ndodh? Gjithçka çka on plan ngrihet. E cilën begatit Allahut xhallahu ala, kujdeset i dimnit apo verës, kujdeset i për kohrat, për cila është ajo pjesë që realisht keni vrejtje, që po mani, fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Shikoj gjithçka e ka, çdo pyetje e ka dhe kthimin në begatinë caktuar. Pastaj Allahu tha: "Maraj al-bahraini yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan." Maraj al-bahrain, maraj të rozë ka disa kuptime, pi kuptime është Allahu Azza wa Jall i ka lshu, i ka nis detnat. Ai ka bu me çarkullu, ai ka bu me mbush tokën. Allahu Azza Maraj al-bahraini yaltaqiyan. Madje i ka mësy dy detna që takohen me zveti. I ka mësy Maraj që kur të çon që ka me mësy. Maraj al-bahrain,
2 detna, 2 oqeane, Allahu Azza wa Jall I ka mësy në takim me zveti. Ata takon apo? Don deti deri në oqean, lumejt deri në deti, është një proces I vazhdueshëm derës diçka vë diçka atë. Mirë po Allahu thot bainahuma barzakhun la yabghiyan. Me gjithë këtë përzirje, me gjithë këtë takim, don secili ujë I ruan specifiket e veta dhe gjithë përzirjes. Dhe kjo është zbulim hatash I madh shkencor që domthon dihet edhe sot se aty ku takohen 2 detna, për shembull, krijohet një zonë e posaçme me ujë të posaçëm. As nuk është si I këtij detit, as nuk është si I këtij detit thotë. Madje kam lexuar në zbulimet shkencore se në këtë zonë mesatare ka dhe krijesa që nuk mund të jetojnë as këtë deti për në çdo zonë që thotë. Pastaj për asaj që është zbulu, domethënë ky deti djath edhe ky djath ose ky deti e oqeani, çdo qoftë, pra në atë zonë që bashkohen, duke u afru tek zona e takimit, fillon të dobësohet edhe njërimësia e këtij ujit, pastaj edhe këtij ujit, të evren pin lartë se po fillojmë u përgatit për një lloj takimi të veçantë mes vete për të krijuar një hapësirë të veçantë që nuk është as e këtij as atij atë. S'po të vëzë. Me çito me po njerëzit. Kush e bën këtë mullë? Kush u rrin midis aty? Pa ka forcë që ka mundësi me lan ujin më bashku me dikën. S'ka forcë, nuk ka forcë. Ju dini se uji gjithçka me para veti, le me oqeanet. Pa në oqean të mëdha atë. Madje edhe krijesat e një pjese skalojnë në këtë pjesë. Janë të veçanta. Edhe uji I lumejve, për shembull, mbetet I ëmbël. Edhe pse përzihet deri në deti. Dhe kjo është e dëshmuar dhe e parë. Pse Allah ne ka thënë këto gjitha? Për të pa fuqinë e Allahut Azza. Ai ndikon. Shiko, të ndrozë këtu për shembull mos më thon aspektin shkencor, kjo punë tjetër, po do më këtu aspektin edukativ për neve. Don udhëzime të këtij jeti për të edukuar veten tonë. Shiko ka shpel marriage, marriage këtë farë lëshimi atë. Mulshu uji për shembull I një oqeani, kush e nalet? A ka kush e nal? Me keni pa kur bën vërshime, s'ka forcë, çka dush Allah, çka dush bën Allah. Kur ngritën në valë 10 metra, 12 metra apo kush I nal ato? S'ka vërshon, s'ka forcë që e nal ujin apo. Ajo është një pjesë shumë e vogël e atij oqeani që ka dalë jashtë abrigjeve të tij, jashtë kufijve të tij. Parno kur 12 në të kuptim marrin hyjëm me zveti mu bashkuava. Ata I ka bashkuar Allahu Azza veç. Po në kush e nal ata? Shikoj çfarë force ndal se ka Allahu Azza. Ku do në nal? Allahu po nëse e nali detin te kufini, oqeanin, edhe nuk e lëmu përziket me kët. I nal Allahu dhe jo besimtarët me nal fenë e Zotit ata. I nal Allahu dhe keqbërt me vokeq, I nal ku do në I vet ata. Ai ka diku në kufi, ai din ku ka më nal ata. Ai din ku nalen. I lën disa më u gërsu, I lën disa për shembull me tepru, I lën për arsye të caktuara që janë në dobi të fesë të tij atë. Gjithmonë. Nuk ka ndodhur histori të ndërozur që të ketë fushata, dashakeqe, që të ketë për shembull organizata të caktuara që e luftojnë fenë Allahut e që në fund të rrugtimit I tërë aktiviteti nuk është kthyer në dobi të fesë. Jo në dobi të muslimanëve. Muslimanët duhet të pagu vetë. Apo na duhet vetë më munu. Ama feja Allahu xhallahu ora gjithmonë ka përfituar nga tendencat e tilla dashakeqe për me e shpërfaq si agresive, si terroriste, me njollos e kështu me radhë. Edhe keni pas hiç më shumë, shikoni për shembull 3 dekadë e fundit, me çfarë është ballavaçu Islami dhe si ka dalë nga gjitha këto. Si Islam, jo si muslimanat. Si ka dalë? Shikoni, me çka u ballavaçu pejgamberi sa në 3 dekadë e fundit, si ka dalë ato? Në Muhammed shumë të emna Muhammed, me I lexueshmi, figura me e njohur, me çka u bodh? Kjo sot larga soi me relaksu situatën, se përgjithësisht mineve gjithmonë. Mirë po, Allahu pat ku do I nal atë. Ku don Allah e nal. Allah e ka nal faraonin ku sa ka marrë më hiç. E ka nal Ebu Xhel ku sa ka marrë më hiç. Ebu Xheli kur se ka bu men që des në Bedër. Kur një vet. Që aty e kanë poshtë Allahu Azza. Edhe ka vrarë kush? Ibn Mesudi, në një pi më dobë ka vrarë, njërin më arrogant dhe më trim të Kurajshve.
Ja u qënë Allahu ka ere s'ta mërmenja kush im poshtë, s'ta mërmenja kush në situatë, s'ta mërmenja pëtë. Shëkoje detin, fuqinë Allahu të azogjera për. S'po flasë për tërmine jonë, që jo në atim tjerda, me që po flasë kush ka gudzin me prek në shpalljet Zotit, me ja ofendu Zotit fjallën, me ja kry Allahut fjallën, me ja shajt Zotit pejgamberin, vajhalli për ta. Vajhalli për ta. Përndaj, Allahut merajel Bahrejni, Allah i danë ku dënë vetë, edhe nuk lemu përzijel. Kjo është e para. E dyta të ndodhë që parim të është, Allahu te barek ve taala, kur thot, ky ditë me kësë përzijel, pse qa bu më përzijel? Qka ishë më përzijel? Ka qëllim se së përzijel, në të. Fa neve qka du me kudu nga kjo? Krasë fuqisë Allahu gjellë dhe gjera që përmena, që ka shumë qka me utonë për fuqinë Allah te barek ve taala, krasë sa qka marrëm. Krasë sa i në marrëm të nëzër edhe, dhe më thonë, urtësin e Allahut dhe drejtësin e Allah të azujen. Të nërëzër, nëse Allahu i të barek ve taala në detre, në oqeane, që nuk janë të ngarkuara me përgjithësi, s'ka ndodhur llogaria, ka mund të llogari? Jo, apëtë. Janë nështru Allahut vullnetarisht. Se po të mos këse me qenë kështu kështë e me i nështru Allahut detyrimisht. Për janë nështru, ka thonë, e tejna kja ta'i. Jo, po të nështruemi me vullnet. Me gjithat, Allah i ka rut specifikat e kësaj pale me këtë pale, epse e më bashkua për. Mirë, ai që e ka caktu këtë ligjë që i mban dy oqanet bashkuara në aspekt një jashtëm, por që sësli i runë specifiket e veta, ajo me mena për shembull që Allahu Gjellewala, kur përsakton, kur gjykon, si dispozita për burrin e për gruan, nuk ja runë specifikat, nuk ja runë apo ato që i dallojnë, apo thot për shembull tash gruaja kur martohet, ti dush më bo si burri, ose burri si gruaja. Jo. Ata bashkohen, ata bëhen një, ndërtojnë një familje. Megjithatë, secilës palë Allahu ja ka garantuar specifikat e veçanta që kanë bëjmë me natyrën që e ka kriju Allahu në të apëtë. Dhe rregullat kanë bëjmë me specifika. Dhe kur nuk ka mundësi me qenë asë njëherë, burri si gruaja, s'ka mundësi me konë, as gruaja si burri. Kanë aspekte të përbashkëta, por kanë shumë aspekte që i dallojnë me zvete. Sa që edhe në studimet që janë bërë, domthonë është po mënej parafrazu në raport me dallime që i kanë, se a thu vallë janë të planetëve të ndryshme. Njëri nga një planet, e tëri nga një planet, e janë taku në tokë. Aq kanë dallime kanë të mëdha, sa që realisht nuk din çka i bën bashkë apo. Me gjitha këto dallime, Allahu te bartare i ka bë bashkë në funksionim të mrekullueshëm për të ashtu lloj njerëzor apo. Veç Allahu bën kështu apo. Do në dy pole me kaq dallime të funksionojnë si dhëmzorët e të ecin mirë, Allah e bën këtë. Prandaj ka Allah xhallahu ala wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahma. Ka bëu Allah që mes juve të ketë dashni edhe mëshirë. E ata që dëshojnë me rënu specifikat, edhe me i prish dhëmzorë funksionimit, apo këta pastaj e prishin edhe dashnin, edhe qetësinë, edhe rahmetin, bëhet lloj epshë, bëhet lloj interesi, bëhet një dashni sipërfaqësore, po jo funksionale. Dhe pastaj asnjë raport nuk e gëzon atë që i ka garantuar Allahu te barekuhu teala. E kështu është me këtë rregulla, të ndërrohet. Këtë rregulla, Allahu azza xal e din edhe për shembull njëri i cili përzihet me njerëz të tjerë, po është udhëtar. Ai në mes njerëzve është i njëjtë, po e ka një berzah me vetë, apo ky është udhëtar për të ka tjera rregulla, për ta që janë këtu janë tjera rregulla, po. Disa specifika që realisht i përkasin çdo kategorie, çdo gjinie, çdo situatë, çdo rrethane në përputhje me atë që i takon. Dhe Allahu thot la yabghiyan. Mos ndodh kjo, domthonë me e kalu këtë, se ka kufi. Është një kufi që na shohën barzakh, që kjo është kufini, që është zona mesatare që bën që, domethënë, ato dyja mos me u bashku me zveti, bashkim të tretjes. Edhe këtu e kemi një kuptim edukativ të dozën, se edhe si besimtar, përzimi me njerëz, përzimi me lloj kategorie, mirë po, i rrymë specifika tona, i rrymë identitetin tona, po, është një berzakh
që domthon muslimani në besim zbohet si tjerë, moral zbohet si tjerë, nuk e ka specifikë. Ai në aspekt nash nuk duket përzihet me këtë tjerë. Rën nuk ka izolimi zgjidhje absolutisht as kërkohet. Po situata të veçanta, na përzihen me familjarët tonë që ndoshta shpesh as njëti besim se ndajmë. Ama do të më ekzistuar gjithmonë pilar diku që e sheh perin ndarës apo ky s'ka kasi këta. Në kuptim pozitiv të sjelljes, edukatës, respektit, besimit, nështrimit e adhurimit. Ama ka do besimtar fatkeqësisht si përzihen shkrihen ato. Don ato specifikat me njëre don eliminohen, dhe kjo është padyshim e rrezikshme. Pastaj Allahu thot, sepse këtu ka shumë që më thon, po vazhdojnë tutje, fa bi ay ala rabbikuma tukadhiban. Edhe këtu, cilën begajt Allahut po e kontestoni? Këtë ndarjen, këtë pjesën, këtë bukurinë, këtë Allah na rikthen prapë në pikën që se ku më erdhën. Thot Allahu te bartalla yakhruju minhuma al-lu'lu wal-marjan. Nga ata dy, nga cilët ata dy? Don deti, oqanet, madje lymejt dalin gurë të çmueshëm dhe margaritar. Shiko elegancën e shpjegimit të ndodhur. Kalimin deti ku të sheh për shembull. Oqan e madh. Kur po të flitet apo, realisht vet prezantimi i oqanit është pak për nevi frikshëm, apo është për na madhështor. Këtu flitet për diçka madhështore, për diçka me vërtet gjigande. Dhe nga shpjegimi madhështor shkon e zbuhet tek eleganca, tek bukuria, tek margaritarët, tek, tek gurt e çmueshëm kështu më radh. Prandaj me gjithë madhështinë që ka deti, na asnjëherë natyrshëm kemi frikë. Po kur të kapin dallë, kur je mes detit, të kapin frika. Megjithatë, Allah e ka bërë dobi për ju. Allah e ka bërë që nxirrni prej tij, domthon ushqime, e nxirrni prej tij çka margaritar, e gurë çmueshëm, e shumë gjëra në dobinë juaj apo. Kush e ka nështu për juve këtë? Kush ju ka mësuar se aty në fund ka diçka? Kush ju ka mësuar? Allahu te barekuta. Andaj të thotë në çdo lëvizje të është madhështinë e Allahut. Është kujdesin e Allahut, është rahmetin e Allahut azza xal. Ti ndeti ke shkuar dhe i sheh këtu. O ka një shkojnë ndeti smalla dhe fatkeqësisht kët ushtar të disiplinuar të Allahut te barekuta nuk e marrin si shembull për të disiplinuar në raport me Allahun, por e marrin si arsye për të rebeluar ndaj Allahut xhallahu ala fatkeqësisht apo. Në shumë njerëz ditën e kanë arsye për gjuna, jo për ibadet. E kanë rrugë për rebelim, e jo rrugë për nështrim ndaj Allahut te barekuta. E ditë është begati Allahu xhallahu ala. E po njëri ku ka prek fatkeqësisht, sikur se Allahu thot, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Edhe në tokë, edhe në det është prap fasad për shkak se dora e njerit ka prek apo. Jo gjithmonë, dërga sa njëri është ndërtuar se Allah ka mësuar, po flas kur ai prek me dorën e mëkatit, kur ai prek me dorën e udhëzimeve djallëzore, e i shmanget udhëzimeve që Allahu xhallahu te barra ja dha në zemrën dhe në mendjen e tij. Allahu tha yakhruju minhuma al-lulu wal-marjan, nxirren margaritar begatit shumëta. Edhe këtu kur Allahu thotë se nxirren margaritar është apo diamanti, margaritar çmueshëm, janë gurë më çmueshëm apo, më çmueshëm. Pse Allahu këtu i përmend? Thonë që Allahu s'e ka ndaluar kët, nuk e ka dhënë nga që tini për shembull të braktisur, të leckosur, të varfër, jo apo, nxirrni pasuroni, punoni. Ani këtu kanë nxitje për punë, për angazhim, për pasuri. Mirë po, mos harroni se kush ju dha. Mos harroni pse ju dha. Që kjo është më rëndësi veç, punoni. Për shembull të ndrozë, ai që do më nxit në varfëni, ajo përmend njerëz arin? Jo, për në kontekst negativ. Ari s'ban, ajo është fitnë, ajo është problem, do njerëz me i distancu nga ari. Po kur thot njëri qëre të ndrozë, ari është shumë i çmueshëm, është i shtrejt, më me pas fitoni shumë. Që kjo retorik, që kjo narrative shpjegimit, a është inkurajim për të fituar apo për të largu? Dihet. Në çfarë konteksti Allah ka përmend margaritarët? Kontekst pozitiv. Unë e kum zbrit, e kum kriju për juve, i kum në çmim. Për dorë natën. Edhe këtu prapë kemi një mësim tjetër. Margaritarët kur përmenden, ka dimension të devshëm. Po kush e ka dhënë vlerën të rrozë? Pse s'është siguri apo? Për shembull, në deti ka dhe guaca. Apo që mund më marr me grushta sa dush apo. Pse ato s'e si margaritari? Pse Allahu ka thënë që kjo vlen, kjo s'vlen, edhe na bin. Kush e ka dhënë vlerën margaritarit? Allahu ja ka dhënë vlerën Allah.
Allahu te barekuhu ka gjykuar që dukati është më mirë se ari. Ari është më mirë se hekuri. Ai ka gjykuar kështu. Edhe nuk stërisim me hekur, po stërisim me ari. Kush e ka bërë këtë rregull? Allahu xhallahu, jo na. Ne e përdorim këtë apo. Andaj asaj që Allah i ka thonë vlen, deri në gjykimin e vlen, s'ka kush e ul apo. Nëse Allah ka bërë margaritarin të çmueshëm, edhe përkundër keq përdorimeve, edhe përkundër keq trajtimeve, edhe përkundër padrejësive që bëhen apo, prap ka vlerë që ka të merr për fenë Allahut te barekuhu edhe Kuranit. Përkundër tendencave për me një llos, me fol keq, ai ka me në epërsin e çdo libri, e çdo udhëzimi. Edhe pejgamberi alayhi sallam përkundër përpjekjeve të ndonjë për me e njolloose, për me gjithçka, ka me met njëri më i mirë në fytyrën e tokës ditën e gjykimit. Jo pse po thomën, son me majt, po përse Allahu ka gjyku. Ai që ka gjyku për arin e për argjendin, e kur kap në dilema ka pe arin, thuja për arin që e ka bu Zoti, çashtu e ka bu pejgamberi sallam. Jo si arin, më të mirë shumë, por a ka dikush mundësi që më e zhvlerësu arin. Për shkak të vëzë, tash me boni unë se bëjnë, elhamdullah sa bëna asjo, po me marrë shumë dikan. Dikush për njerëzve me marrë një organizat caktuar me gjithë një emën caktuar, po lëvizja për zhvlerësimin e arit. Për shembull, një lëvizje për zhvlerësimin e arit. Qëllimi i tyre është me kallëzë se zvlen ari, ju kanë martuar tankon, ju kanë rrajt, na u dash me teneçe mu lidh. Am kupton? Alumen me qit. Ari zvlen, kush e ka thonë që vlen ari? Apo, dikush me çfarë më thon për shkak, ka dal diçka se ças po dal. Apo, ha? E ata është na më shumë valla asaj, hiqni arrin, merja grave, gjunën borllogë, lidhën me teneç. A bëjmë na këtë punë? A bëjmë? Po më së bëjmë, nuk e bëjmë. Shkak se na thonë, jo, është normal. Hari, çfarë të shtendozë? Çfarë është kjo me ato që e dini ju? Apo, që kjo është me ta. Na jemi stolis me arin e Kuranit. Na jemi stolis me udhëzimet e pejgamberit asam. Na jemi stolis me më të mirën. Shtek që i kalim të neqe edhe në mbeturinë e tira së mundëm, vëllë. Nuk mundëm, po. Për shkak se Zoti ka gjykuar që kjo është më e mira, edhe kemi mbet në më të mirë na. Yakhruju minhu ma'lulu wal marjan. Ai nxirr, ai ka bëu, ai ka gjykuar po. Fa bi ay ala'i rabbikuma tukadibana. E pastaj Allahu thot: "Wa lahu al-jawari al-munsha'atu fi al-bahri kal-a'lam." Edhe të ati janë gjawari. Qëka janë gjawari? Anije që lëndrojnë, që bartin tonelata mbi si përfaqin e detit, e që duken si kel alam, si kodra. A ke po do anijet mlaja, kështë e pilat duke si me kone i kodra. Pëtën. Allah thot, walehu. Anijet janë tina, që është tina, a që shkun kompania. Kështë e kam së një me maru anijen, kështë e kam së? Shikajnë të nëzë. Doon një anije, për shembull një anije, kur për shembull ato anijet si cisterna që bartin karburant e kështu me radhë. A din që pesha veç e bartjes është dim 500.000 tona ato. S'po flas për anijen, apo. Ec mbi deti ku një gosht 20 gram me lshush shkon poshtë apo. E Allah e thot njëri, unë e moj këtu unë apo. A kuptot? Të thot walahul jawari. Tinë anket se ai me dosh me veç pak detin me lkuna pëtën, arrina një jam i tafën. Kush e ka bo ligjin? Ligjin kush e ka bo? Po, tani kardë, këje, festeku e ka zbulu ligjin, normal. Kush e ka bo ligjin që një anije, 500.000 tënë, veç dëmëhon, veç bartje, s'po flasë pesha e anijes, apo? Që mbi bastë të ligjë caktum, të zhytet mrena detit sa metra, apo? Që lecën rrugtimin e jo zhytin. Kush e ka bu këtë? Allahu Gjellale. E në që ka Allah që dhe njerë, ta ku mundësu më udhëtu në deti dhe në tokë, në najra të. Para në përshamë të vëzë, si kur mështë kështë me qenë transporti jorë, si kështë me qenë gjendje njerë, zohë. So kështë me kushtu përshamë një litër naftë. Transporti ujorë, nësa lecën, para më batë cërën me aeroplan. Me aeroplan, apo, ku me gram matët, pesha. Ndërsa në njës matët me gram. Matët me kontenjerë të mdaj, që ka që sa kontenjerë ki 100, që ta 100 me mastë madhe matët, dhe matët me kilas me gram, Allah. A najtë të më dhezër, shikone Allah për të regonë qartë, sa ja u kalesu Allah jetën. Pse? Pse ju kalesu Allah jetën? Hallem e l'Quran, kejtë të këthau, kejtë të këthau. Ta kam su Allah u Quranin, e për mes Quranit ti kam su
ti shosh begatit më ndryshe, ti vlerësosh begatit pak më ndryshe, që ta e ka bo Allah për njërën, për se ta, e duke në ngaja, nëse në kohën, kur ka zbitë Kurani, kanë qenë të ngaja, sa e nësat Allah, që ka zhvillu shkenca, teknologjia, sa e nësat ngaja, gjithë më që të bënë, walahu l'gjawari l'munshaatu fil bahri kal a'lam, duken, këto simbolit më që flasin, heshtu azi, për fuqin e Allahut Azza wa Jall, për ligjin e Allahut te barta që njëri sari është bind të ligji, ja ka pohajrë apo. Sarë. E që do me e prish ligjin e Allahut të shpalljes. Kjo s'është haram, pse është haram kjo po? Do me prish këtë rregull. Do pse është haram, çka ka kjo, pse më kon kjo haram? I themi, hajtë për me të njëjtin vëllazim prish rregullin e detit thotë. Atje thuj, pse me bë këtë punë, pse? Pse për shembull duhet më kon çështu ania, s'po du, po do më bën ndryshe. Hajt bëne. Pse atje se bëne këtu e bën? Për shkak se atje dig më një herë, veç për ata vallë. Atje si se zbeton zhytesh. Çata se bën. A këtu e kundërshton djegja është më vonë. E për më vonë njëri harron atë. E njëjtë është. Është njëri fatkeqësisht mashtrohet nga përkohshmja, nga ngutshmja, nga menjëhershmja, apo për shembull të ndrozur me ditë se një anije ose një aeroplan, kena më udhëtu Prishtinë, për shembull Stambolla në vend, thotë ama nuk garantojmë gjithë ky bjen atë. Kush hyj aty? Kush hyj? Fal me ti hapsi top. Fal. Nuk hyj. Pse bjen? Pse bjen? Po për shkak se për shembull e kena bëu me karburant vetë 100 kilometra. Mas 100 kilometra s'ka karburant. Si të nuk ka bëu bjen. Apo. E duhet të thotë, pse do më aqit na karburant në fund, që se muj. Për shembull, a bën me ujë me jetë vëllai? A shkon atë bën me ujë? Ata fëmijëve po. Këta jo vëllai, këta shkojnë vëllai. Sa Allah ka bërë rregull, ka bërë ligj. E dikush thotë, unë këtë ligj e thaj, unë sfidoj Zotin, nëse ai e ka bërë çeta. Unë i qes ujë. Hajt prova për çeti ujit. Kallëzoj çapo do të vakia ku kemi mritin nesër apo. E pse kur kush syp në aeroplan për me qetë ujë? Pse syp? Për shkak se din sigurisht se në pikën e fundit të karburantit të harxuar bjen poshtë. Për çata. Po Allah të kish menduar dhe njëjta me namazin, me alkool, me këto, njëjtë kish me pa njerëz ka rradhitën safa një mas një ti në fund qytetit apo. Pse e di se pika e mramt është rënje apo. Ama këto Allah ka bërë rahmet. Këto Allah ka bërë rahmet. I ka dhe njerëzit me dëshirë, e dashnie e mëshirë, këthanu, përgjigjoni. Nga se ka me ndodhë që kjo që vijë ma vonë, sunë Rahman. E pse ka ma vonë, e s'po shijet, njerëzit ka ma këtë me relax. Ama qëmimi ka me paguat. Pastaj Allah Gjelloh që ka thotë, pastaj në fund, kejto që po ishenin, jam rekulli, jam begati mirë po, kullu men alejha fan. Kejtën të Allah të azve, kejtë aja është, kejtën e tina. Mirë po, kullu men alejha fan. Azë nuk është e krijuar për të mbetë vazhdimisht. Azë s'ka përretësi. Nga se yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ka me vetëm fytyra e Zotit tënd. Ka me Allahu te barekuhu teala dhul jalali wal ikram. Çka është dhul jalali wal ikram? Dhu kemi thonë kur përmendet tregon diçka që posedim të madh diçka ndonjë. Pra më thosh dhul ilm, shumë dije ka atë. Dhul mal, shumë pasuri apo. E këto lakon dhul jalal, don shumë mos fal. Nuk mund ta paramendosh sa i madhërishëm është. Allahu te bartala edhe el ikram, edhe sa bamirës është. Shikoj balans, domos i fuqishëm, i madhërishëm që pak tutesh edhe qetson, ka dalë se bamirës është apo. Krejt emrat e Allahut Azza wa Jall. Krejt si Allahu xhallahu hin çtop. Emrat e Allahut ndon dy kategori, dhul jalali wal ikram. El azim, el kabir, el mutaal, el jabbar, el qahhar. Janë dhul gjelal. Emrat Allah që vëllohet për madhësinë Allahut, fuqinë Allahut, përsinë Allahut, këtë një të dhul gjelal. El ikram, el gafur, el rahim, el hakim, këtë hin, të el ikram. Allahu i ndëran njerëzit me emrat. Prandaj, Allahu gjellera, qysh ndëran, kërkan që të ndërojmë me adhurim, në mënyrë që Allahu Azza wa Jall na ka krijuar për shkak se krejt që ka kami që përvajt tokës, këtë ka më shkatru. Jo veç në tokë, edhe anijet, edhe detnat, edhe toka, edhe gjithë shka, edhe shkëlqimi i margaritare ka e marrë fund, edhe diamanti, gjithë shka ka me u vlerën e vetë. Veç Allahu mbetit, veç Allahu ka me mbetit.
edhe ka thonë dietarët, nga kjo kuptojmë se edhe ajo që është bërë për Allahun metet. Që ajo ka met. Çka ke bërë për Allahun me anije, me aeroplan, në tokë, me këtë për Allah që ka më shkatru aeroplani, edhe anija, edhe toka, këtë, ama ajo që ke bërë mi tokë për Allahun ka me met ato. Që ajo s'ka. Nuk ka forcë me lenë Allahut që e shkatron, e tjetërson bamirësinë që ke bërë për Allahun te xhallahu ala. Ana këtë ky kosmos, këtë çka ka shkatrohet, këtë shkërmoqet, shkatrohet, bjen këtë, në fund çka jetë? Jetë dhikrit, namazi, besimi, deri që këtu këto jesin. Allahu i ruan apo. Allahu kullu man alayha fan. Këtë çka ka të shkatrohet. Asaj që Allah i ka caktuar më shkatroi. Nëse xheneti është i krijuar, ai nuk shkatrohet. Normal, xhenemi është i krijuar, nuk shkatrohet. Pse nuk shkatrohen? Përshka Allahu xhallahu nuk i ka caktuar për më shkatroi. Kaq. Ai shikon këtë precizitet. Këtë që Allahu ka krijuar, nuk shkatroi, ka më shkatroi. Këtë që Allahu ka caktuar me met, ka me met. Hajt ndronë pro këtë rregull. Njëri është një në përditshme, s'u ndron Allah. Nuk mund të vetën e tij. I pari që është dëshmitari i këtij jetë është njëri. Apo, njëri. Toka më vonë bëhet pjesë e këtij premtimi hinur. Njëri bëhet ditë për ditë. Çdo ditë njerëz desin apo kullu min aleha fan. Keç ka komi tokë është fan. Kalimtare, e përkashme, ec. Andaj ai që është, paramenoni, dëshmitari kryesor i kësaj që ditë për ditë e dëshmon saktësinë është më i pabindën sa ato që me miliona vjet pesën për jetësimin e këtij premtimi. Që ne ku është njëri pastaj me tokën apo? E ku është me krijesat e tjera Allah na lutem. Allah pastaj thotë fe bi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Ese begajt Allah ju pa mohoni dhe pastaj Allah hap derën e njerëzve. On mas shikoj çfarë hapje e mrekullueshme. Fillimisht hapje e derës përmes begative, mirësive, fuqisë, urtësisë, disiplinës, e hap derën e kthimit tek Allahu xhallahu. Apo kuptoni? Përmend këtë, kjo është hapje e portave, kthanu tek Allahu xhallahu, pas se të përfundon gjithçka. Pastaj hap një portë tjetër apo. Të kthimit tek Allahu. Yes'aluhu man fis samawati wal ard, kullu yawmin huwa fi sha'n. Të gjithë e lutin Allahun te baraka o taala. Yes'aluhu në qiellin tokë. Para më të vëzhgoj sa ka me lajke që lutin Allahun azza xal. Sa ka nga gjendën, nga njerëzit. Sa ka njerëz nuk e dim situata, ai mund të kon ateist, mund të kon situata që ty të kundërshton, ama ndoshta dikon tash është të thonë o Zot, fort zërje më. Nuk e dim natë. Kush e din, kush e ka lutur Allahun xhallah. Wallahi të vëzhgoj, më na zbrit Allahu listën e njerëzve që e kanë lutur fort Allahun, habitosh çka ti habitesh atë. Kimë po jam në këtë jam apo? Kur Allahu xhallahu ju nxit listat e lutjeve kur kanë qenë zor edhe të mohimit pastaj atë. Ti habitesh apo? Yes'aluhum man fis samawati kayt alutin Allahu xhallahu të gjithë kanë nevojë për Allahun te bartër. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Jo çdo ditë vetëm, çdo moment, çdo çast Allahu xhallahu ala ndryshon gjendje. Do të tregon për kujdesin e Allahut te bartër dhe tregon për domthon pa vërtetësinë e pretendimit se Allahu e ka kriju këtë botë edhe e kalon. E kalon njerëzve. S'përzihet Allahu në punët e njerëzve. S'përzihet Allahu në detajat e njerëzve. S'mirret Allahu me gjunat e njerëzve. Me gjithçka Allahu mirret. Qase s'ndodh asgjë pa lejen e tij, pa dijen e tij, pa regjistrim. Gjithçka është kujdesi i Allahut te bartëra. Andaj Allahu thot kullu yawmin huwa fi sha'n. Kjo është shpresë. Gjithë Allahu azh një mëkatar i hap derën, pendohet. Gjithë Allah përmeson gjallë në smurje e shërohet, po edhe kundra një i shëndosh sëmurët, gjithë ndryshon, dhe kjo i ka dy kuptime edhe të shpresës për ndryshim, por edhe të kujdesit, se mos unë marhtoj me një gjendje nga se Allahu e në rënë gjendje. Andë lutë Allah në gjellë me të arruj gjendje e besimit, e mirëqenës e rahatis nga se gjendje ndryshon shpejt vëllaj. Habitësh, sa shpejt njëri mund më këthy nga i miri në të keq, nga i besimtar në jo besimtar, nga i pasin dvarfur, gjendjet e shumë të ndryshojnë. Andaj, febi e i ala i rabbikuma tukadhiban, Allah në fëllërën dhe tjeni mirë njës, dhe Allah të vartimisht për begati dhe mërësi që Allahu va ka dhënë. Me këtë jesë pa e përfundoj këtë koment përsonte, dhe pse këtë pjesë në fundit dhe të vazhdojmë edhe pak komentin në takimin e ardhshëm për të vazhduar tutje me ajetet e tjera. Allahu te bartëllë në uzohet, në mundësof që ti vlerësojmë begati, ta njojmë Allahun, njoj që e madhënën Allahun, që përfitën nga ndërimet Allahut parë edhe ne, me mundësi tonë e ndërojmë Allahun azza wa jall në kuptimin që i takon robët,
në raport me Zotin e tij, me adhurim, përkushtim, pendim dhe kthim te Allahu xhallahu ala. Zoti ju shpëlbeft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.